Kryebashkiaku i Tiranës që prej vitit 2015 është duke u mbrojtur nga një kompani londineze marrëdhënieve me publikun, Kendall Global Advisory, e cila po përpiqet të ruajë dhe forcojë reputacionin e Erion Veliajt, ndërsa ai qëndroni izoluar në paraburgim prej 10 shkurtit të këtij viti. Kompania pranoi për mediat vendase se Veliaj është klient i tyre, ndërkohë që në faqen zyrtare të saj prezantohen projekte suksesi të ndryshme, nga klient nga qeveri dhe korporata globale deri tek investitorë strategjik në gjirin persik, tarifat mujore për shërbimet e kompanive të mëdha, si Kendall Global Advisory, arrin deri në £25.000 ose rreth €29.000. Një analizë e bërë tregon se mesatarisht këto shërbime kushtojnë rreth £4.672 në muaj, ose rreth €5.465. Një nga strategjitë e ndjekura nga kompanitë është edhe publikimi punëve të mira të bëra nga klientët, të cilët duhet t'u rikujtojnë vazhdimisht ndjekësve apo audiencës së tyre për të arritur në qëllimin e tyre, fitimin apo rifitimin e besueshmërisë. Një strategji e tillë nga hulumtimi në rrjetin social Instagram rezulton të jetë ndjekur edhe nga kryebashkiaku Veliaj, i cili ndonse prej 4 muajsh rezultoni izoluar fiktivisht, në hapësirën online vazhdon të mbetet aktiv. Ai ka qëndruar aktiv me shpërndarjen e përmbajtjeve të ndryshme në rrjetet sociale, duke nisur nga rrëfimet e përditshme për arrestimin e tij të padrejtë tek ngjarjet kulturore të Tiranës, ndërtimi objekteve publike, ndarja nga jeta e artistëve të kinematografisë apo emrave të njohur. Nga data 10 shkurt deri më 23 qershor, Veliaj numëron të publikuar në rrjetin social Instagram 156 postime. Së ndryshe, 156 postime janë publikuar në 134 ditë, çka do të thotë se mesatarisht kryebashkiaku poston për ndjekësit e tij 1 ose 2 herë në ditë. Nuk është hera e parë që Veliaj firmos një kontratë me kompani të huaj për të menaxhuar betejën ligjore dhe imazhin publik. Në mars të vitit 2025 në faqen zyrtare të Departamentit Amerikan të Drejtësisë u publikua kontrata mes Veliajt dhe studios ligjore elitare. Kazuit së Benson Torres, firmosur prej tij dhe vëllait të tij Arbër Veliaj, dokumenti përfshin ofrimin e shërbimeve ligjore, strategjike dhe komunikative për procesin penal që ai po përballet në Shqipëri. Pagesat për orpune variojnë nga $500 deri në $1.950, ndërsa marrëveshja përfshin gjithashtu lobim pranë Departamentit Amerikan të Shtetit dhe institucioneve të tjera qeveritare në SBA. Studia ligjore angazhuar do të ofrojë gjithashtu konsulencë mbi marrëdhëniet me publikun në raport me qeverinë dhe legjislacionin. Veliaj i arrestuar më 10 shkurt me urdhër të SPAK-ut, po përballet me akuza të rënda penale, si korrupsion pasiv, pastrim parash, që dyshohet i ketë kryer në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa. Sipas SPAK-ut janë 9 episode korruptive të identifikuara, ku Veliaj dyshohet se ka përfituar personalisht ose përmes të afërmve.